Pas protestës së Partisë Demokratike, ku hodhën molotove, policia përdori gaz lotësiellës e topa uji. Opozita e udhëhequr nga Sali Berisha shfaqi flamuj gjerman në vend të atyre amerikan për herë të parë, simboli mbështetjes së marrë nga vizitat e deputetëve demokrat në Berlin dhe kushtëzimeve të Bashkimit Evropian për shtetin ligjor dhe mos përdorimin e imunitetit politik. Megjithatë, ambasada gjermane sot thekson se protestat janë një drejtë themelore, por dhuna ndaj personave apo objekteve nuk mund të përligjet. Reagimi zyrtar kërkon që partitë politike të distancohen qartë nga dhuna. Një shëndrim i ngjashëm me thirrjen e bërë më herët nga Partitë Popullore Europiane në Parlamentin Evropian. Mesazhi i sotëm i ambasadës amerikane shkon direkt për Sali Berishën. Ambasada gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të djeshme. Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë themelore në çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund përligjin asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve. Ne kërkojmë prej përfaqësuesve të partive politike përgjegjëse të distancohen në mënyrë të paekuivok nga dhuna, thuhet në reagimin zyrtar të ambasadës gjermane në Tiranë. Por pse ndryshoi paktin me gjermanët Sali Berisha për të hequr dorë nga protestat e dhunshme? Çfarë ka ndodhur në Prapasken? Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani reagoi pas protestës së opozitës duke e cilësuar të pasuksesshme dhe pa ndikim real politik. Ai ironizon se ndonse u premtua rrëzimi i kryeministrit Edi Rama, në fund protesta u reduktua thjesht në një marshim në bulevard. Sipas tij, veprime të tilla jo vetëm që nuk sjellin ndryshim, por përkundrazi forcojnë pozitën e qeverisë. Saliani thekson se përgjegjësia për korrupsionin i takon qeverisë dhe jo qytetarëve apo bizneseve. Reagimin e tij ai kujton edhe simbolikën e 22 marsit, si dita e pluralizmit shqiptar dhe themelimit të Partisë Demokratike, duke nënvizuar se kjo forcë politike u krijua për të rrëzuar regjime, jo për të ruajtur posta. Saliani përfundon se zgjidhja e vetme mbetet gara, vota dhe zgjedhjet si rruga për ta kthyer Partinë Demokratike në pushtet. Pas protestës së Partisë Demokratike, autoritetet arrestuan 14 persona dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për 9 të tjerë. Mes të shoqëruarve kishte edhe të mitur, të cilët u liruan menjëherë pas verifikimeve. Gjatë tubimit u përdorën mjete piroteknike dhe molotov ndaj kryeministrisë, ministrisë së infrastrukturës dhe selisë së Partisë Socialiste. Protestuesit të udhëhequr nga Sali Berisha nuk arritën të marshonin drejt parlamentit për shkak të kordonëve të policisë dhe gardheve të forta të sigurisë. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka ndjekur modelin e paraardhëses së tij, Albana Koçiu, duke vizituar efektivët e plagosur pas përplasjeve në protestën e opozitës. Ai thekson se policët u lënduan nga molotovët dhe mjete të tjera të rrezikshme, ndërsa kryenin detyrën për të garantuar rendin. Sulmet ndaj uniformës së shtetit janë të patolerueshme, deklaron Lamallari, duke kritikuar përdorimin e të miturve për të hedhur fishek zjarre e molotov ndaj institucioneve. Ministri paralajmëron se autorët dhe organizatorët do të mbajnë përgjegjësi dhe siguron se institucionet do të vazhdojnë të mbrojnë rendin dhe ligjin. Policia e Vlorës bashkë me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policinë rrugore kanë zhvilluar kontrolle të intensifikuara në hyrje të qytetit për parandalimin e paligjshmërisë dhe garantimin e sigurisë. Gjatë aksionit befasishëm janë ndaluar edhe kontrolluar automjete të ndryshme, duke verifikuar dokumentacionin dhe identitetin e personave. Fokus ishin mjetet e reja, individ me rrezikshmëri dhe personat e shpallur në kërkim, si edhe parandalimi i transportit të sendeve të jashtëligjshme. Autoritetet raportojnë se gjatë kontrolleve janë konstatuar edhe shkelje të qarkullimit rrugor, për të cilat janë vendosur gjoba, operacioni vijone dhe në ditët në vazhdim në qytete të ndryshme të vendit. Megjithatë, për momentin nuk ka një njoftim zyrtar mbi bilancin konkret të operacionit në Vlorë. Një aksident rrugor me pasojë 3 viktima ka ndodhur në Vlorë. Sipas të dhënave, një mjet tip Ford dyshohet të ketë qenë i ndalur ose i pozicionuar gabimisht në mes të rrugës, duke krijuar rrezik për qarkullimin. Automjeti tjetër tip Benz dyshohet se lëvizte me shpejtësi rreth 120 km/h në një segment ku kufizimi është 80 km. Hetimet paraprake thonë se kombinimi i pozicionit gabuar të Fordit dhe tejkalimit të shpejtësisë nga Benzi janë shkaktuar përplasjen fatale. Shqipëria renditet e dyta në Europë pas Turqisë për përqindjen e popullsisë me probleme strehimi, me 12.7% të banorëve që jetojnë në kushte të pasigurta, shumë mbi mesataren e BE-s prej 4%. Në qytete si Tirana, çmimet e qirave për apartamente 1+1 kanë arritur deri në 900 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto është vetëm 833.000 lekë, duke e bërë strehimin tepër të shtrenjtë për shumicën. Arritja e çmimeve të qirave 6 deri 57% në vit dhe orientimi i tregut drejt investimeve e turizmit, jo strehimit përballueshëm, kanë shtuar mungesën e banesave për shtresat e ulta. Politikat sociale dhe programet e banesave sociale mbeten të kufizuara, ndërsa migrimi i brendshëm shton presionin mbi tregun urban. Situata paraqet një sfidë serioze për cilësinë e jetës dhe qasje në strehim të përballueshëm.
Zgjedhjet vendore franceze treguan rezultate të ndara. Tubimi kombëtar fitoi terren në qytete të vogla e të mesme. Republikanët ruajtën shumicën e bashkive, ndërsa Emmanuel Macron mori qytete si Bordeaux dhe Annecy. Socialistët mbajtën Parisin, ndërsa Le France fitoi zona periferike punëtore. Fitues kryesor Emmanuel Gregor, Edouard Philippe, Eric Choti dhe tubimi kombëtar që arriti progres historik. Humbësit kryesor, Macron në Lyon, Aleancat e Majta në disa qytete, të gjelbrit në qytete të mëdha dhe François Bayrou në Pau. Rezultatet japin një pasqyrë të forcave dhe rivaliteteve që mund të ndikojnë zgjedhjet presidenciale të ardhshme. Pas 3 javësh luftime, administrata e Donald Trump po diskuton mundësinë e bisedimeve për paqe me Iranin. Zyrtar amerikan paralajmërojnë se luftimet mund të vazhdojnë edhe për 2-3 javë të tjera, ndërsa Jared Kushner e Steve Witkoff janë përfshirë në përgatitjen e kontakteve diplomatike. SBA-t kërkojnë 6 angazhime kyçe nga Irani, përfshirë ndalimin e aktivitetit raketor për 5 vite, zero pasurim të uraniumit, çmontimin e objekteve bërthamore të bombarduara vitin e kaluar, protokolle monitorimi kufizim të raketave në rajon dhe ndalim të financimit për grupet aleate si Hezbollah, Houthit dhe Hamas. Ndërkohë Irani ka refuzuar disa kërkesa dhe ka vënë 6 kushte të forta për armëpushim, garanci mos rifillimit luftës e kompensime, përfshirë edhe ndryshime juridike për ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë Egjipti, Katari dhe Mbretëria e Bashkuar po përcjellin mesazhe mes palëve, ndërsa SBA-t përpiqen të përcaktojnë kontaktin më të përshtatshëm iranian dhe shtetin ndërmjetës për negociatat e paqes. Mirë po, pavarësisht kësaj klime, presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një tjetër mesazh të fortë gjatë orëve të fundit. Paqe përmes forcës, shkruan ai. Ndërkohë, Irani ka paralajmëruar sulme ndaj sistemit energjetik të Gjirit Persik, ndërsa janë publikuar video të arsenalit raketor nën tokë. Nga ana tjetër nuk dihet se ç'do të ndodhë me ultimatumin e Donald Trump prej 48 orësh që Irani të hap plotësisht ngushticën e Hormuzit. Në të kundërt do të sulmojë sistemet energjetike jetike të Iranit.